Operacioni antidrog i koduar Quality rezultoi me arrestimin e 2 shtetësve kinez 37 dhe 48 vjeç të kapur në flagrancë në aeroportin e Rinasit. Gjatë kontrollit të bagazheve të tyre, autoritetet sekuestruan 61 kg kanabis të ndarë në 120 pako me përqindje të lartë THC-je. Sipas hetimeve paraprake, droga kishte udhëtuar nga Bangkoku i Tajland me tranzit në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe kishte destinacion tregun shqiptar. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim mes Policisë së Tiranës, Njësisë Kuftare të Rinasit, Njësisë së Informacionit për Pasagjerët dhe Drejtorisë së Hetimeve Doganore, duke siguruar një kontroll të plotë të pasagjerëve dhe bagazheve. Policia po vijon hetimet për të identifikuar nëse ky rast lidhet me një rrjet më të gjerë trafiku të narkotikëve apo përbën një përpjekje individuale të 2 shtetasve kinez. Ky nuk është rasti i parë i këtij viti në aeroportin e Rinasit. Më parë janë sekuestruar dhe 3 ngarkesa hashashi me origjinë nga Tajlanda, duke treguar për një tendencë të përsëritur trafikut të drogës nga Azia drejt Shqipërisë. Hetimet e mëtejshme do të sqarojnë rrjetin dhe autorët e mundshme pas këtij operacioni.